Blegtorët e fshatit Sukni në bashkinë Roskovec po përballen me vështirësi të mëdha ekonomike për shkak të çmimit gjithnjë më të ulët me të cilën fabrikat blejnë qumshtin. Si pasojë, shumë prej tyre po mbyllin stallat dhe po shesin bagëtit pasi aktiviteti nuk është më i qëndrueshëm financiarisht. Sipas tyre, çmimi aktual prej 76 lekë për litër nuk mbulon as koston minimale të prodhimit. Deri tani edhe me do vazhdojmë, këtu është problemi i produktit. Nuk po ecën ashtu si duhet ecur. Se ne e shesim me 76 lekë, ata kërkojnë ta ulim me, dhe vetë e shesim me më shumë. E shesim me 1800 lekë litrin. Prandaj këtu ne jemi në kundërshtim. Dhe kërkojmë që qeveria të futet, të ndërhyjnë të bëjnë veprimet e saj që ta rregullojnë, se rregullatore është shteti dhe prandaj e bëjnë këtë punë. Unë kam 40 kg lop. Mund t'i shtoj dhe mund t'i paksojnë, po mendja ime është, por në qoftë se do vazhdoj kështu do paksohen. Më nuk ka më shumë nga ne. Nga ne, si kemi filluar më shpejt, kemi marrë toka me qira, kemi blerë dhe toka, vetëm kemi marrë kredi dhe kemi bërë këto punë. Se po s'e kishim marrë kredi, nuk bëshin këto. Prandaj po ashtu. Duhet të futet shteti. Unë do nisem në një vend tjetër që s'duhet vajtur. Një farë Ervin Resuli se desta ishte pa zënë ca qinë. Pa zënë ca qinë, a i gurgullonde bërë si punë e gjënkallës. Tashi ka heqtur dhe përri. Nuk është me gjënkallë. Prandaj kjo është ajo që ne kërkojmë një vend punë për ashtu, ne që jemi specialista dhe rrimë pasandaj. Sot për sot do bjerim 20 lekë. Po nesër, ne kemi pasë ka qenë shumë. Sa ka qenë para? Para ka qenë me 820. Tani po kalon me 720, 100 lekë për litër. Edhe që thonë për neve. Se për shumë unë qojnë 4 kujtal për 900 i thonë 20.000 leka. Shqetësimi shtohet pasi sipas tyre çmimet pritet të ulen edhe më tej deri në 73 lekë për litër, një çmim që siç thon vetë blegtorët i çon drejt falimentit. Unë lop sot kam 37 krerë. Sa litre që më shmirë në pikë? Marë 3 kujtal, 4 kujtal në litër. E shisin? Po, e shisin. A i po thot të na i hulin litrin e qumshit. Do na i qojnë me 500 lekë kilën, si pas shenjën. Kështu që ne kërkojmë pse të na i hulin qumshit. I bëjmë thirrje shtetit, marrin masa, mos të tallet me fermerët. Se është gjuna të tallet me ne fermerët se punojmë tër ditën, si që shikoni vetë, ne duhet ta shesim të paktën me 800 lekë kilën, litri, që të dalim me fitim. Ata po na i marrin me 600 lekë, edhe do na i hulin me. Qa komesimi, na tha për 100.000 lekë për lop, erdhën në zhebere Tiranës, më mashtruan, më kanë hullu 10 kokë lop. Në zhebere Tiranës, unë i kam 37 që apliko, ata thanë ke 27 kokë. Duk me qenë unë i kam sistemi rrudë në rregull, me numër matrikull, i kam krerët në rregull, ata mi hullën 10 kokë lop, mi hengën. Më mashtruan. Janë forti? Vajtat e drejtorie bujqësisë, të agropika, u ankova, ata mbyllën numrat e telefonit, nuk përgjigjen me. Kështu që mi kanë zbritu 10 kokë lop. Që unë jam i rregull me tëra, me numër matrikull, me krerë, 1 milion lekë. Të vjetë apo të reja? Të re, 1 milion me tonë. Kështu që mi volli i shteti, i bëjnë thirrje kryeministrit Rama, mos të tallet me fermerët, se po na villin, dërgon ca hajdutë na zhebere Tiranës tu, ca kriminella vinë, mashtrojnë fermerin këtu e gjinjen, as numra telefoni nuk hapin me, as njënë tash unë qatë bëjnë, nga do vete. Zera ata më kanë vjellur mu këtu, në stallë. Erdhën, unë i kam me sistem rrud, me numër matrikull, me të tëra, krerët, ata thanë, ke bërë aplikimin nga bim. Që unë aplikimin e bëjnë sakte drejtorie e bujqësisë. Me këtë çmim që marrin qumshin sot, nuk i përballojnë dot, se po tallen me ne. Po e marrin qumshin lirë. Unë, nëse rritet çmimi i qumshit, unë do ta shtojnë fermën me, po jo të tallen ata me këto, me këta. Se vazhdoni njëjtin çmim i ulët? Unë do ta shes fermën, do ikin, do ta shkrenjë. Se nuk e përballojnë dot. Dikur në rreth 20 stalla dhe mbi 700 krerë, sot në Sukni kanë mbetur vetëm 5 stalla me rreth 150 krerë lop, një rënje drastike që paralajmëron krizë të thellë për blegtorët në këtë zonë.